Kryetari Hisen Shabani mbrëmë dhe zyrtarisht ka shpallur kandidaturën për mandatin e tretë si kryetari komunës së Vrapçishtit. Me këtë hap ai synon të vazhdojë drejtimin e komunës edhe për 4 vite të tjera, duke u bazuar në punën dhe rezultatet e arritura gjatë 2 mandateve të kaluara. Në shpalljen e kandidaturës së Shabanit mori pjesë edhe kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari. Ai tha se Shabani e meriton edhe një mandat për shkak të sukseseve që ka treguar në menaxhimin e komunës, duke renditur Shabanin si një nga kryetarët më të suksesshëm në nivel të vendit, për sa ju përket komunave rurale. Hiseni numëroj sukseset që i ka bërë, dhe unë me plot përgjegjësi them se Hiseni është një prej kryetarëve më të mirë shqiptar, jo vetëm në komunën e Vrapçishtit, por në Maqedoninë perëndimore, me resurset që i ka, se punohet për komunë rurale, nuk mund ta krahasoj me Shkupin, me Tetovën, me dhe një komunë që është urbane. Edhe nuk dyshoj që Hiseni këtë radhë e ka herën e tretë për kandidaturë, nëse nuk e fiton prej rundit parë, unë mendoj se s'duhet quhet si fitore. Në fjalimin e tij para të pranishmeve, Shabani theksoi se motivimi i tij kryesor mbetet përkushtimi i sinqert ndaj qytetarëve, investimet në infrastrukturë, arsim, shëndetësi dhe zhvillim rural. Ai shtoi se besimin që qytetarët i kanë dhënë në 2 ciklet e mëparshme është përgjegjësi që e obligon të vazhdojë me projekte edhe më ambicioze në të ardhmen. Duke filluar nga arsimi që për ne ka qenë prioritet. Gjatë 2 mandateve në krye të komunës, arsimi ka qenë një nga prioritetet kryesore. Në këtë drejtim janë ndërmarrë një sër investimesh që kanë për qëllim krijimin e kushteve më të mira për nxënësit dhe stafin arsimor në të gjitha vendbanimet e komunës. Renovim të objekteve në tërë territorin e komunës së Vrapçishtit, përmirësim në kushte, ngrohje, mobilim teknik, oboret e kështu me radhë. Investime në kulturë. Ja që sot gjendim në këtë pallat, që më herët nuk e kemi pasur. Jemi në këtë kushte, aq të mira, sa që japim mundësi edhe rinisë, gjeneratave të reja, që të kenë një jetë më kulturore, më sociale e më edukative. Ka projekte tjera që shpesh i tangojnë pushtetit qendror, por jemi që edhe ne në pushtet lokal, ku kemi bërë kujdes edhe në shëndetësi dhe siguri, ku me jetën nuk ka kompromis. Kemi investuar dhe kemi krijuar institucion të zjarrfiksëve, që sot në territor të komunës së Vrapçishtit e kemi aktiv. Kemi ndërtuar çerdhe apo qendra për nevoja për njerëz me nevoja të veçanta. Nuk diskutohet që investimet në infrastrukturë në veçanti në ujësjellës. Gati se mbarojmë në gjithë territorin e komunës me gjitha investimet në ujësjellës. Të jap edhe një lajm të mirë që ditën e premte është shpallur edhe tenderimi për kanalizim ku ka vlerën e 16 milionë eurove në 2 faza. Faza e parë 8 milionë euro. Edhe faza e dytë do të jetë po e njëjta vlerë në 8 milionë euro. Gradualisht, komunën e Vrapçishtit jemi duke e transformuar nga një komunë rurale në një urbane. Promovimin e kandidaturës për kryetar të komunës së Vrapçishtit, Shabani e bëri tek Pallati i Kulturës në Negotin, në mesin e miqve dhe përkrahësve të tij, në moton "E jani të ndajmë së bashku vizionin për një të ardhme më të mirë".